الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ne si musliman dhe si besimtar duhet të kemi fiqh dhe dije lidhur me fenë e Allahut subhanahu wa taala, sepse përmes dijes dim ku të tregohemi të ashpër dhe dim se ku duhet të tregohemi të mëshirshëm e të butë. Pra kështu duhet të jetë besimtari. Ashpërsinë e tij, butësinë e tij duhet ta përdor në vendet e tyre të përshtatshme, sepse përndryshe do të bëj padrejsi e zullum. Por besimtari duhet të jetë njeri i urtë, që gjërat i vendos në vendin e tyre që u ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pra duhet të jemi të ashpër aty ku Allahu na ka urdhëruar të jemi të ashpër, ndërsa duhet të jemi të butë, duhet të jemi të mëshirshëm me besimtarët, me njerëzit e dobët mesin e besimtarëve. Allahu subhanahu wa taala thot Muhammadur Rasulullah, Muhamedi është i dërguar i Allahut. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Ndërsa ata që janë me të, pra shokët e tij besimtarët, janë të ashpër me jo besimtarët, do thot kur ballafaqohen me ta në betejën e luftës, ruhama'u bainahum, ndërsa mes vete janë të mëshirshëm e të butë. Pra kështu Allahu subhanahu wa taala po i përshkruan besimtarët që ishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe po përmend në mesin e cilësive të tyre se ata kur ballafaqohen me armikun në fush betejë janë të ashpër, shndrohen në luan, ndërsa kur kanë bëjnë me besimtarët, thot ruhama'u bainahum, janë të mëshirshëm mes vete. Pra e duan njëri tjetrin, e mëshirojnë njëri tjetrin. Ashtu siç është i mëshirshëm prindi, babai dhe nëna me fëmijën e vet. Pra Allah subhanahu wa taala po tregon se ata e shfaqin vrasësinë dhe ashpërsinë aty ku duhet. E jo që ta ndrojnë këtë e pastaj ta shfaqin vrasësinë dhe ashpërsinë ndaj besimtarëve. Po tregon Allahu subhanahu wa taala se ndaj besimtarëve duhet të jesh i mëshirshëm, duhet të jesh i butë. Pra ashtu siç thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër, "Edhillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin." Janë të butë, janë të nënshtruar, janë modest dhe të thjeshtë ndaj besimtarëve, nuk tregon mendje mëdhej ndaj tyre, "a'izzatin 'alal kafirin", kurse ndaj jo besimtarëve, pra në fushë betejë tregohen të ashpër e të fuqishëm. Thuhet se ky ajet ka zbritur për ngjarjen e Hudejbijës, megjithatë ky ajet është metodologji për muslimanin në çdo kohë dhe në çdo vend. Pra Allahu po na edukon se si duhet të jemi karshi besimtarëve. Siç tregon Hasan al-Basriu rahimahullah dhe thot, mëshira e besimtarëve arrin deri aty saqë kur besimtari e sheh vllain e vet besimtar, e përqafon dhe e përshëndet. Andaj secili musliman në çdo kohë dhe në çdo vend duhet të ketë parasysh këto parime, këto peshore të sakta që i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Pra tjetë i mëshirshëm, tjetë modest ndaj vëllezërve të vet besimtar, ti do ata. Pra të tregosh i ashpër aty ku duhet, ndërsa të tregosh i butë aty ku duhet. Pra me vëllezërit e tu besimtar, me vëllezërit e tu musliman, të kesh ndjenja ndaj tyre, të bësh mirë, të mbash lidhjet me ta, të mos i lëndosh dhe në njëjtin kohë të përballosh lëndimet që të vijnë prej tyre. Si thot Allahu subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwa", vërtet se besimtarët janë vëllezër. Është përkeqardhje se si muslimanët sot me përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala, janë tërësisht në anën e kundërt të kësaj këshille prej Allahu subhanahu wa taala, të këtij teksti kuranor, të kësaj metodologjie të shpalljes. Pra e vrem se ende nuk e kanë kuptuar ashtu siç duhet këtë ajet që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Madje vrem se në disa njerëz është hequr mëshira që duhet ta kenë ndaj vëllezërve musliman. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Man la yarham la yurham", kushdo që nuk mëshiron, nuk do mëshirohet prej Allahu subhanahu wa taala. Lutim Allahun subhanahu wa taala të përmirësojë gjendjet tona. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.